Përshëndetje Hoxh, më ka ndëruar jetë nana thot që 2 muaj, kam shumë mërzi, më këputet trupi, përshëndetje, elus Allahun e lartësuar që të t'jap durim, elus Zotin e gjithësisë që ta mëshiroj nanën tënde, elus Allahun e lartësuar që të të bashkoj me të në xhennet. Duhet ta dish që në këtë dynja ndarja është e përkohshme. Ne shpresojmë që me dashmit tanë, me të afërmit tanë, takohemi në xhennet. Vendi i lumturisë së përjetshme, vendi ku në të nuk ka pikëllim, nuk ka mërziti, nuk ka hidhërim, nuk ka sëmundje, lumturi e përjetshme. Ajo që unë të këshilloj është që ti lutesh Allahut të lartësuar për nënën tënde, të falësh namaz, në sejdë të lutesh për të, që Zoti i gjithësisë ta fal, Zoti i gjithësisë ta mëshiroj, Allahu i lartësuar ta bëj prej xhenetlijeve. Të angazhohesh me dhikr me përmendjen e Zotit, se me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Po ashtu, të kujtoj me ajetin e Kur'anit, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u ligështoni, mos u pikëlloni sepse ju jeni më të lartët nëse jeni besimtarë të vërtet. Të këshilloj që sa herë pra ta kujtosh ose të mërzitesh, merr abdest dhe fal namaz në sejdë, lutu për të. Kjo i bën dobi nënës tënde. Po ashtu të bën dobi edhe ty. E ta mundëson Zoti inshallah të takohesh me të në xhennet.